Por e ka zhvillu jetën e zakonshme të rëndom të aspekteve ose të aktiviteteve të jetës që ka duhet me i bon një besimtar. Gjithsesi, ka profeti selam ka vepra që i ka pas konstante vëllai nderuar, vërtet ka vepra që si ka ndërprej asnjëherë. Do më thonë sigurisht se në Ramazan e ka shtu adhurimin, e ka shtu për shembull, ka shtu leximin e Kuranit bashkë me Gjibrilin, pra kur ka ardhur Ramazani, çdo herë Gjibrili ja ka lexu profetit selam zbritjen e Kuranit, dhikrin, e ka shtu namazin vullnetar, namazin e natës, namazin e taravive që i themi ne, por e ka shtu edhe bamirësin. Mirë, po profeti selam jo vetëm në Ramazan, që është Aisha edhe jashtë Ramazan, da çdo herë është fal namaz vullnetare, namazin e sabahs, po flasim namazin e duhas, disi namazet farze, sunnetet. Mirë, po për shkak të rëndësisë që ka Ramazani, për shkak të vlerës së madhe që ka një ditë Ramazan, një çast Ramazan, e ka shfrytzuar në maksimum. Por të pjesën 20 ditë e para që ka thënë Aisha radiallahu anha, është fal, ka bëu ibadet, ka bëu adhurim, por edhe ka pushu, edhe ka fjet, por kështu nuk ka vepruar dhjetësin e fundit. Dhe jo vetëm kaq, shumë prej betejave që janë të shënuara në historinë islame janë zhvilluar pikërisht në Ramazan. Pra e jeta ka vazhdu gjithsesi, veprat, ibadetet kanë vazhdu, agenda ishte zbritja shpalljes, vinin delegacione, besa dhe zhvillohej shteti, forcohej shteti, përhapej shteti, pra zhvilloheshin në lufta, madje që në muajin ose në vitin që është bë obligim Ramazani, por në vitin e dytë të Hijretit kur është bë obligim Ramazani, pikërisht në atë vit ndodhe beteja e Bedrit, e cila është quajtur se beteja që e ka ndarë të vërtetën nga pa vërteta. Pra ka zhvillu jetën e zakonshme të rëndom të aspekteve ose të aktiviteteve të jetës që ka duhet me i bon një besimtar. Dhe nuk i ka pengu as profetit dhe as shokët e tij Ramazani që me lënë diçka për i punive të qoftë dhe punëve normale të zakonshme për shkak se është agjërueshëm. Jo, agjërimi për ata ishte vetëm edhe një shtytje e madhe që ata të punojnë me tepër. Andaj namazi, agjërimi s'po flasim, namazi, Kurani, dhikri, lutjet, istighfari, bamirësia, këto janë që e karakterizojnë një ditë të një agjëruesi, kështu ishte edhe profeti alayhi salatu wasalam, sepse e ka shtu namazin, e ka shtu leximin e Kuranit, e ka shtu bamirësinë dhe dhikrin edhe lutjet e istighfarin padyshim.